Gazeta gjermane Frankfurter Alemanie Zeitung ka shkruar në numrin e të mërkurës për presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, duke vënë në qendër të vëmendjes një analizë politike lidhur me ambicjet e saj për të fituar një mandat të dytë si presidente. Gazetari Faz, Michael Martens, ka raportuar se Osmani po shikon të demonstrojë aftësinë me familjen presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të siguruar zgjedhjen e saj në postin më të lartë të shtetit. Sipas shkrimit, presidenti i Kosovës ka përdorur lidhjet me presidentin amerikan Donald Trump dhe familjen e tij për të fuqizuar profilin e saj ndërkombëtar, por kalkulimi i saj mund të dështojë edhe pse ajo arriti që Kosovën ta bëjë një nga shtetet që së fundmi në Davos ju bashkua bordit të paqes enigmatik të Donald Trumpit, shkruan Faz. Osmani u shfaq në Zvicër me krenari krahas presidentit amerikan dhe që atëherë flet për arritjen e madhe që sipas saj përfaqëson fakti se vendi i saj u bë anëtare themeluese e këtij fondacioni. Pas publikimit të artikullit, presidenca e Kosovës ka reaguar zyrtarisht. Këshilltari i presidentes, Rinor Nojiu, ka njoftuar se po shqyrtohet masa ligjore ndaj gazetarit Michael Martens për shkrimin e tij të publikuar të mërkurën. Sipas Nojiut, artikulli pretendon se Osmani po përdor kartën amerikane për të siguruar një mandat të dytë, një pretendim që presidenca e konsideron të papërshtatshëm dhe të pasakt. Ndërkaq, vetë gazetari Michael Martens ka reaguar përmes rrjetit social X, duke treguar se qëndron pas raportimit të tij dhe se shkrimi pasqyron një analizë politike dhe jo një sulm personal ndaj presidentes Osmani. Ai thekson se si gazetar me përvojë ka trajtuar çështje të ndjeshme ndërkombëtare dhe ka raportuar për figura të fuqishme pa u paditur ndonjëherë. Mosoj, jam në gazetari për 30 vitesh, kam jetuar dhe punuar në vende të vështira si Rusia, Afganistani apo Turqia, duke e shkruar për oligarkët rus, kriminalet e luftës serb, kontrabandistët malazez të cigareve, rebelët kurd, krerët e luftës në Afganistan pa u paditur kurrë, por tani u shpreh Martens.